ky do jetë guri i qafit këtyre zgjedhjeve. Unë kam patur bindje që votat diasporës, sa do e mirë dhe e mrekullueshme, do kishte këtë problem. Sa do e mirë e mrekullueshme, e kërkuar nga të gjitha palët, edhe nga PD-ja, edhe nga PS-ja, sepse partitë e do jetë din problematike. Po, është një pushtet që kanë partitë për të bërë zhurmë. Partitë në Shqipëri kanë patur nevojë dramatike në 30 vite për të patur pushtet për të bërë zhurmë. Edhe pushteti për të bërë zhurmë është I intereson opozitës mendojnë që ta mbaj peng këtë moment? I intereson të gjitha partive shqiptare që kanë vështirësi me rezultatin. Kam vështirësi me rezultat. A e ka mundësin deri në fund që ta mbaj peng? Se në fund ditës aty vendos KQZ-ja, nëse ka një vendimarrje nga KQZ-ja që do numërohet. Vendos KQZ-ja, ajo do apelohet do apelohet, pra do zgjasi si proces. Mendoj që do shkojë deri në kolegjin zgjedhor. Deri në kolegjin zgjedhor mund shkojë çështja e votës diasporës për Greqinë. E drejtë. Po pjesëmarrja e ulët është skandaloze. Nuk e dim nëse është e ulët, po deri tani do të kemi përgatitur diçka, nuk e di, a ka mundësi regjia ta. Regjia, po nëse na dëgjon, nëse mund na nxjerrin në LED. Kjo është pjesa e Korçës. Aplikacioni jon, a mund të shpjegojmë diçka për aplikacionin? Po, mund ta shpjegosh për aplikacionin. Do të ideja është e tillë që deri tani janë numëruar 4 qendra, më duket, diçka tillë. Po, ishte qendra e 4 po numërohen, me sa na tha Xhensi. 4 që janë në pustet. Po. Në këtë lloj aplikacioni ne shohim në kohë reale të dhënat e KQZ-s? Jo vetëm dhënat reale në kohën e KQZ-s, pa ajo që mendoj që është vlerë e shtuar është drejt për drejt votat përkthehen mandate në çdo qark. Okej. Pra ne shikojmë në mënyrë automatike. Në mënyrë automatike. Siç mund ta shikosh edhe në qarkun e Korçës, sigurisht që është jashtëzakonisht pak qendra votimi, janë numëruar vetëm 4 nga 400 e ca, po mënyra se si është ndërtuar aplikacioni i përkthen votat drejt për drejt në mandata. Edhe normal, nëse shkon 20-30% e qendrave, tregon fillon krijon një lloj stabiliteti mandata. Dhe ne kemi pjesë të aplikacionit këtë lloj dhe të mundësie që përkthimin e votave mandate në çdo qark në kohë reale në çdo moment. Edhe në gjithë Shqipërinë gjithashtu. Ndërkohë që nëse shkojmë pak te pjesëmarrja, të paktën sipas dhënave që jep KQZ-ja deri tani, sepse akoma nuk kemi shifër. E tha dhe Ingelida që s'ka një shifër përfundimtare, po në ndryshim nga 2021 nuk kanë dërguar të dhënat të gjitha qendrat e votimit. Unë besoj që jemi minimum 150.000 vota më pak. Minimum 150.000 vota më pak. Nuk e dia do e kalojmë 1 milion e gjysmë. Nuk e dia do e kalojmë 1 milion e gjysmë votues. Do të kemi pasur 1.66 milion në vitin 2021. Unë nuk e dia do kalojmë 1.5, 1.51. Pra kemi një 150.000 votues. Po mirë, çfarë ndodh kjo? Si ta lexojmë këtë ne? Kanë ikur njerëzit, kanë ikur shqiptarët. Duhet lexuar ndryshe, është një refuzim ndaj politikës apo sistemi politik? Si? Kanë refuzuar sistemin politik në gjykimin tonë, Lita? Sepse ju e thatë pak me shaka që pare që generalet qëndrojnë në shtëpi dhe ushtarët dalin dhe punojnë, tek qytetarët kjo është Nuk e thash me shaka, e kisha seriozisht sepse perceptimi ky është lavdërim.